Mbrëmja kishte nisur qetë në shtëpinë e Big Brother, por atmosfera ndryshoi menjëherë në momentin që Bia pa Elionën duke qeshur dhe biseduar gjatë me një prej djemve që ajo vetë e kishte pasur në radar prej ditësh. Nuk ishte hera e parë që dy vajzat shiheshin shtrembër, por këtë herë xhelozia e padurueshme e Bies u duk qartë në fytyrën e saj. Eliona, si gjithmonë e qetë, po qëndronte në qoshen e sallonit duke bërë shaka me grupin. Bia, nga ana tjetër, ecte sa majtas djathtas, duke mbledhur vetullat dhe duke murmuritur me vete. Banorët e tjerë e kuptuan sinjalin, diçka po vlonte. Pasi u afrua me hapa të shpejt, Bia ju drejtua Elionës me një ton të ngritur. Po ti pse i fut hundët kus të takon? Eliona u shtang për një moment, por nuk humbi qetësinë. Po ç'ke moj Bia? Po rria me shoqëri, pse u dogje kaq? Kaq mjaftoi që tensioni të shpërthente. Bia, e mbushur me emocione, ju afrua shumë pranë, aq sa banorët menduan se mund të kishte përplasje fizike. Ajo i vuri dorën te flokët e Elionës, jo në mënyrë dhunuese, por si një reagim i menjëhershëm nervoz që tregonte qartë se xhelozia e kishte pushtuar krejtësisht. Banorët u ngritën menjëherë për t'i ndarë, duke krijuar një mur mes tyre. Njëri e shtyu Bian lehtë mbrapa që të mos e humbiste kontrollin. Ndërkohë Eliona, e habitur, mbajti duart lart dhe tha: "Nuk dua probleme, ti po e egzageron." Bia vazhdoi të fliste me tone të larta, duke shfryrë mllefin që kishte mbajtur ditë me radhë. Nga ana tjetër, Eliona u përpoq ta ruante klasën dhe të mos e përshkallëzonte situatën. Nuk kaloi shumë dhe Big Brother ndërhyri me zërin karakteristik, duke i thirrur të dyja në dhomën e rrëfimit për të qetësuar gjakrat. Aty, secila dha versionin e saj, por një gjë ishte e qartë, ky konflikt sapo ka hapur një kapitull të ri në dinamikat e shtëpisë, dhe tensioni mes Bies dhe Elionës nuk do të shuhet kaq lehtë.